Përshëndetje miqtë e mi, të mrekullueshëm. Një angleze turiste, po kështë vajtë për to malet e Shqipërisë, kupton, që ecën për male, shikote botën, pa i çobanët, e gigante çobanët, të erdhi si mqef anglezës, i tha, çoban, ja, e tha çoban, ec, tha, e provoj me çobani bambuk, knaq anglezja, biri i nonës biri, o ti që m'ke bë mu, thas ma ka bo njeri, m'ke knaq, hec prap, hec i tha çobani, hec dhe je prap, hec i tha çobani, kisha gjallë çobani, kos dele, kupton, mish, gjithat mirë, çobani, gjigji, i për që angleza mane si ty ka dal njeri, ty do të më në Angli. Ja, dha çobani, si unë Angli. Ue do vish ta çketit maj unë, që bëj unë, çketi asë gjës dhe bësh, vetëm kënaq mu. Nuk vi do në Angli, unë tha, kam kalamaj, kom gru, nuk le, unë kalamaj të gru në vi. Po do vish se më knaq, ja, nuk vi, tha. Po deshe, tha, merë blantimi, tha çobani. Ja, tha blantata, tha, unë du ty je hy, tha. Tha, ja, çobani, nuk vi do, ta thash, pa deshe blantim, okej. Dhe mirë dhe hajtë dhënë po vajtata është një që gjigji, si puna jote, tha. I tha çobani, nuk e di, tha, po mbaj mend njerëgri ato që Arushe i bi mjaltën e sot e kësaj dite.